Një familje shqiptare me 4 fëmijë, mes tyre edhe një fosh një 20 muajshe e sëmur, po jeton prej më shumë se një javë në rrugë në qytetin e Montpellier në Francë. Çifti, i cili është larguar nga Shqipëria, nuk ka përfituar ende strehim emergjent pavarësisht telefonatave të përditshme në numrin 115 i dedikuar për raste emergjente sociale. Familja po fle në sheshin përpara bashkisë së Montpellier në kushte të vështira dhe përballë temperaturave të ulta. Të hënën në mbrëmje, shoqata Un Tout Un Avenir dhe Solidarité Partagée organizuan një tubim solidariteti përpara bashkisë ku mblodhen rreth 60 persona. Presidenti i shoqatës Solidarité Partagée deklaroi për mediat franceze se situata është e paqëndrueshme, duke theksuar se fëmijët po sëmurën nga i ftohti dhe se raste të tilla ka zgjatur edhe me muaj. Sipas tij, prefektura nuk po përmbush detyrimet ligjore për strehimin emergjent të familjeve në nevojë. Nga ana tjetër, mediat franceze raportojnë se prefektura e konsideron familjen si jo prioritet për strehim emergjent për shkak të statusit të papegullt administrativ. Ky qëndrim mbështetet edhe nga vendimi i gjykatës administrative të Montpellier, e cila më 8 dhjetor plotësoi kërkesën e familjes për strehim, ndërkohë një tjetër tubim solidariteti është paralajmëruar për të dielën në orën 14 sërish përpara bashkisë së Montpellier. Historia më emocionuese e të gjitha kohërave, treguar si gojdhën. Gjysma e shekullit të 18 ishte koha kur turqit kishin ngritur të tjera betejë luftarake, ndërsa në Shqipëri nisën të shkëputen disa feudal për të krijuar pashallëqet e tyre. Si vendi i gjendur mes pabarazisë si shtete fqinje, Shqipëria ka qenë gjithmonë nën lakmin edhe të fqinjve si serbët e ardhur nga Nishi në Kalan e Dodës, të cilët pretendonin të shtinin në dorë Dibrën me Lumën. Kjo fuqi serbe e përqendruar në Kalan e Dodës, para se të ndërmerrte sulmin për t'i prekur shqiptarët në nderin e familjes, u dërgon fjalë kryerëve të Dibrës së poshtme, Kalisit dhe Katundeve rreth malit të Korabit, që t'u dorëzonin atyre 300 vajza të reja për oficerët serb. Por ky do të ishte vetëm fillimi. Kryerët u mblodhën në kuvend dhe vendosën t'i përgjigjeshin kësaj kërkese. Në këtë kuvend morën pjesë edhe përfaqësues nga Lura me në krye Nikol Doçin. Ditën e caktuar që duhej t'u çonin 300 vajza, u caktuan 300 djem të zgjedhur e trima, të veshur si nuse, hipo në kuaj, nën duvakun e nusërisë. Ata mbanin armë dhe ishin të shoqëruar nga 1000 vet, që aso kohë konsideroheshin si përcjellësit e nuses. Kur oficerët serb u vunë në radhë për të pritur nuset, së bashku me ushtarët qëndronin prapa edhe krushqit me nuset që hynin në korridor, mes tyre pritej të krisnin pushkët, sapo krisi pushka malsorët ja dhanë me batare dhe një pjesë e mirë e serbëve mbetën të vrarë. Kjo histori qarkullon në Oda Dibrani në formën e një legjende, por nuk mund të quhet legjend pasi populli i Dibrës e ka transmetuar historinë me këngë dhe me meselete treguara nëpër konak. Gojdhënat janë faktet e padokumentuara të historisë, por vërtetësia e tyre është përcjellë mes dashurisë dhe dhimbjes së të parëve si dëshmitar e të gjallë të ngjarjeve të mëdha dhe të bujshme të historisë së popullit shqiptar, krahinave që rritën trima dhe trimave që dhanë jetën për vendlindjen.